dhe mund të përdoret kjo në shërbim të shpalosjes së figurës së tij, pra, dhe kjo bëhet duke ndërtuar një muze, duke i dhënë emrin institucioneve, duke e mbajtur lart emrin e tij. Ndërtohet aeroporti i Vlorës, unë uroj dhe shpresoj dhe gjykoj që dhe besoj se do ta bëjnë dhe do vi dhe nëse s'do bëhet tani do bëhet më vonë, ai aeroport do të ketë emrin Ismail Qemal Vlora, i takon atij burri që të ketë emrin edhe atje. Dhe thash çdo shtet duhet i vlerësoj dhe i vlerëson etrit ose atin e kombit, ai është ati i kombit. Pra, qofse çdo komb ka një personazh qendror në historinë që ka lënë gjurmë në formimin e atij shteti, në themelimin e një shteti, ne kemi Ismail Qemalin. Pra ai është pateri jon. Ai është ai që themeloi këtë vend. Kështu që normalisht, sikur edhe çdo qytet i Shqipërisë të ketë një shesh qendror, të ketë një rrugë qendrore që të ketë emrin e tij, është në nderin e tyre, të ketë një monument të tij kudo. Nuk na shërben këto, thash, dhe një tjetër figurat që ose qasjet, siç e përmendëm, dy kombe apo figurat që jo po se bëri Ismail Qemali Shqipërinë e madhe, mo do ta kishte bërë thon ca akademik të shquar tani se nuk ja vlen të përmend çfarë emri, do ta kishte bërë ai thotë Hasan Prishtina, po e bëri Ismaili dhe e bëri të vogël. Po kush kishte mundësi ta bënte dhe nuk e bëri, pse se bën? Pra këto janë dasi, këto janë me qëllim të caktuar, bëhen për të krijuar përçarje midis shqiptarëve. Ne nuk na intereson përçarja. Dhe thash edhe një tjetër, Ismail Qemali duhet vlerësuar dhe duhet sjell atje ku duhet. Kryeministri aktual shumë mirë, unë do ta vlerësoja shumë që ta kishte si model dhe ta aplikonte mendsinë e tij, jo thjesht mjekrën, shumë bukur i ka zënë hije le ta mbaj, por jo vetëm mjekrën dhe modelin e flokëve, pavarësisht se Ismaili e kishte çik më ndryshe. Po dhe ai tani Rama e ka rritur pak edhe ngjason dhe po i zbardh edhe aty, dhe thotë është gjyshi im, ky shumë mirë që thotë që është gjyshi i gjithë shqiptarëve Ismail Qemali, është e vërtet që ai është i tillë, por unë vlerësoj, i gjykoj njerëzit jo vetëm ajo që thon, po nga ajo që bëjnë, dhe një lider duhet të ketë të koordinuar dhe në unison atë që thot me atë që bën. Nëse ai ma nxjerr Ismail Qemalin tani para zgjedhjeve, 2 muaj para zgjedhjeve, dhe nxori tani në janar, dhe kujtohet, e vari, siç e thash shumë mirë, që e vari në zyrat e shtetit shqiptar, gjëja më e mirë që ka ndodhur. E vari atje, po e harroi atje të varur në mur. Sa vite kanë pushtet? Ka 12 vite. Çka ka bërë ai për trashëgiminë e Ismail Qemalit? Më thoni një gjë që ka bërë. Ka pasur për vjetorin, kishte vjet 180 vjetorin. Ç'a bëri të lindjes? Ç'a bëri? U mundoham, unë me aq mundësi sa kisha të bënim disa evente përkujtimore, bëm në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë, bëm një ekspozit për dosjen që zbuluam të aratisjes nga perandoria, pra dosjen britanike të aratisjes, shumë interesante. Është në anglisht dhe frëngjisht, janë letrat e tij, janë letrat e diplomatëve britanik, drejtuar kryeministrit, siç e thashë, kështu me radhë. Tani, çfarë ka bërë tjetër? Duhet bërë shumë më shumë, mendoj. Nuk ka bërë asnjë gjë sa i takon vendosjes, dhe unë nuk mendoj edhe një gjë tjetër. Koha në pushtet dhe koha e jo në tokë është e kufizuar. Qoftë për ata që përkohësisht kanë pushtetin dhe mund ta mbajnë 10, 12, që ka treguar historia, ka mbajtur edhe 40 vjet Enveri në Shqipëri, ose ka pas tjerë që ka mbajtur më shumë, përmendën Sultan Abdulhamitin, 33 vjet që ngjan, edhe kjo Shqipëria na ngjan në ca gjëra edhe me atë perandorinë e atëhershme otomane, në mendësi, në mënyrë, pra duhen promovuar njerëzit me vlera. Këtë kërkonte Ismail Qemali dhe sultanit për çfarë ndashme të promovoj, thoshte, njerëz me vlera, gjithë udhëheqësit thotë për gjatë gjithë historisë, dhe këtë thotë që Machiavelli e kështu me radhë, mban mend kur bashkëveprojnë me njerëz me mendje të ndritura, jo me njerëz pa identitet. Merrni, shikoni tash kë sjellin në lista deputetësh, njerëz pas një lloj kontributi, pas një lloj identiteti, njerëz vetëm që duan t'i përdorin, t'i kenë ushtar të bindur. Këtë bëri tani me listat. Me kë e përfaqëson Vlorën ai? Vlorën e Ismail Qemalit. Çuçi do ta përfaqësoj Vlorën e Ismail Qemalit, i pari, apo ato të tjerët, emrat anonime, apo ata që kanë qenë, edhe deputetë që kanë qenë. Kush ka çfarë vlerash kanë ata të asaj treve që ka lënë gjurmë në historinë e Shqipërisë? Çfarë vlerash përfaqëson? Vlora është një krajina që ka lënë historikisht gjurmë, nuk është vetëm gjurmë, nuk është çështje rastësie aty. Vlora ka dhënë atë kontribut që ka, nuk se thuhet që kemi, unë jam vlonjat vetë, dhe thuhet që kemi atë gjopsin e grop, por nuk e kam me grop gjoksin, po gjithsesi, po them këtë që
duhet dhënë haku, jepi Cezarit dhe që i takon Cezarit. Vlora ka pasur rol të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. Kurdoherë, në gjitha etapat. Tani jepi përfaqësim dinjitoz. Jo me anonim, jo e mora unë nga çadra këtë, jo kjo do Ramën, jo kjo do, po është turp të sillesh me Vlorën e Ismail Qemalit në atë mënyrë. Çon njerëz dinjitoz, njerëz që i takojnë vlerave të asaj krajine, të vlerave të Labërisë, vlerave të Vlorës, që përçojnë atë identitet. Jo ta përçundosh atë identitetin, jo të mundosh ta transformosh. Bëj muzeet e hebrejve shumë mirë në qendër Vlorës, kanë trashëgiminë e tyre dhe ata. Po muzeun e Ismail Qemalit ku e ke? Dhe si ndërton një muze atje. Te klubi Labëria, në Kanin, në Kala, kudo. Se si ndërtoni diçka që ta njohin të rinjt, të model të jashtëzakonshëm të njerit të madh. Pse? Domethënë këto janë vepra që ngelen dhe këto të bëjnë që të ngelesh në histori kur bën gjëra të tilla. Mund të rish, shiko, historia ka shumë shembuj. Ka njerëz që kanë ndëtur siç e thash, mund të ri dhe 3 vite këy dhe 5 dhe 10 dhe 20. Po nuk hyn dot në histori me zor. Mund ta ngresh dhe flamurin atje, nuk mbahet mend asnjë kryeminist i asnjë shteti tjetër evropian që kush ka ngrit flamurin në Bruksel, kush e futi Francën, Italinë, Gjermaninë në Bruksel. Nuk mbahet mend ai. Mbahet ai që lë trashëgimi në shpirtin e një populli, në shpirtin e një mbahen mend njerëzit e mëdhenj për trashëgimin që lën në shpirtin e vendit. Dhe Ismail Qemali këtu e ka vlerën dhe këtë vlerë ne duhet ta nxjerrim në pa. Jo tani ta harrojmë siç kanë bërë të gjithë pra që çdo gjë fillon nga mua në Shqipëri, vjen një drejtues, një udhëheqës që kemi pasur ne historikisht tash dhe një herë tjetër, dhe çdo gjë fillon nga mua. Do i prishim gjithë çka kanë qenë ta s'dinin, po jo gur bën gur thot populli Kalaja. Vi një gur aty mbi atë që ka bërë tjetër. Nuk i dhe çdo gjë poshtë. Pavarësisht problemeve, patjetër po, bëj gur. Vi një gur, jepi atë që i takon. Jepi vlerat që ka dhe gjërat patjetër që do bëhen më mirë. Dhe unë këtë uroj Zoti Rama dhe në këtë periudhën që do të drejtoj, qoftë do drejtoj ai apo dikush tjetër, por janë dhe zgjedhjet para. Uroj që siç e solli me inteligjencën artificiale në atë mënyrën që për mua nuk ishte më e mira e mundshme, se ka shumë cilësi më të mirë, ka shumë ide më të mira për ta sjellë Ismail Qemalin si duhet, më të gjallë te shqiptarët. Por ka dhe pak kopë që ta bëj këtë gjë. Dhe unë uroj që të bëj diçka dhe do t'i mbahet mend emri, vetëm kështu do t'i mbahet mend emri si duhet. Nëse vazhdon edhe bën këto që ka bër, patjetër që shqiptarët do ta kujtojnë për disa gjëra, për këto lyerjet e fasadave, nuk e di për kopshtin e Edenit, ndoshta se duhet ta shikoj se s'e kam parë çka ka bërë atje, kur ta shikoj mund të flas më mirë se s'duhet ta paragjykoj. Për një gjë tjetër, për gravaçelat që po ngri apo për zhvillimet e tjera, po nuk është Shqipëria vetëm turizmi, mos zotëri, se ka një shpirt ky kom, ka një shpirt ky vend. Ka një shpirt. Turizmi është shumë i rëndësishëm për zhvilluar ekonominë, patjetër. Por ne nuk duhet ta shqiptarët kanë një potencial të jashtëzakonshëm intelektual, artistik, mendor. Nuk është çështja që ne ta bëjmë Shqipërinë, ti bëjmë shqiptarët shërbys, nuk kam asnjë gjë me asnjë lloj pune. I vlerësoj jashtëzakonisht gjitha profesionet, gjitha zanat, por nuk jemi ne për të bërë hotelierët e Evropës këtu. Që të vinë gjithë evropianët të bëjnë qef këtu dhe ne të bëhemi kamarierët e tyre apo ato shërbysit e tyre. Patjetër që edhe atë punë do ta bëj dikush, është punë dinjitoze, nuk kam gjë me të. Por shqiptarët kanë shumë vlera të tjera. Dhe është njëra anë turizmi, le të zhvillohet, por duhen edhe këto gjëra të tjera, duhet edhe kultura. Do të japim edhe vlera vetes, ato vlera që na takojnë. Pa egzageruar, pa shtërmëruar, pa krijuar mite të rreme, se në rastin e Ismail Qemal nuk kemi një mit të rrem, kemi një mit që jep krah të vërtetës.